grupi parlamentar i Aleancës për Armiqnë e Kosovës sapo e përfundoi një takim dhe jemi të obliguar qytetarëve të Kosovës mi au thoni të vërtetë se çka është ndodh në kuvendin e Kosovës sot, mirë po edhe në ditët që i pam deri më tani. Fillimisht, ora është tash 3:25, ende asnjë grup parlamentar nuk ka marrë asnjë informacion se a do të mbahet seanca për zgjedhjen e presidentit, përderisa kanë mbet edhe një ditë. Qytetarët e Kosovës duhet ta dinë se përgjegjësia për zgjedhjen e presidentit fillimisht i takon partisë parlamentare që i ka fitu 51%. Për këtë 51%, për këto 66 vota e ka marrë qeverinë me 19 ministri, dhe ata janë tash në punë. Nuk i ka 80 vota me bë presidentin, dhe në mungesë të 80 votave nuk ka ndodhur një proces politik për të zgjedhur një kandidat konsensual. Pse s'ka ndodhur? Ne kem ditë kur është afati i fundit kohor. Dhe nuk ka ndodhur asnjë truezë politike serioze për me diskutu profilin e një kandidati potencial për president konsensual, për vendosjen e emrave të subjekteve politike dhe pastaj për dakordimin e 2 apo 3 emrave të cilat kanë mujtë me shkue në votim. Kjo nuk ka ndodhur. Ka ndodhur disa takime që kanë qenë, si që keni pa, 1-1, në mënyrë jo transparente, pa llogaridhënie politike. Diskutimi dhe prezantimi para mediave ka qenë ndryshëm, i kryeministit Kurti, i liderëve të partive që kanë folë, dhe sot jemi në një krizë serioze të shtetit Kosovës, një krizë cilën me vedije apo pa vedije, shumica parlamentare don ta dërgon vendin në zgjedhje. Ky eksperimentim nuk është duke ardhur vetëm si rezultat i një qëndrimi politik, po i një eksperimentimi të skajshëm të afateve kohore, të cilat ne si Aleancë për Armiqnë e Kosovës i kemi adresuar me 21 janar në një letër që i kemi dërgu kryetarit PDK-s dhe kryetarit të LDK-s, ku kemi para pa një situatë ku do të diktohet një agjendë dhe ku do të vim në një situatë që kemi ardhur sot. Mungesa e procesit politik për t'i dhënë Kosovës një president apo presidente i fakturohet vetëm një identiteti, vetëm një partie politike. Ajo është partia që i ka fitu zgjedhjet, që edhe derisa po flasim, nuk e ka vendos një emën, nuk e ka vendos një numër të kandidatëve, por rën e mani amulli një shtet, një Kosovë. Ku do që të ecim në rrugë, sa herët që të vi unë si kryetari i grupit parlamentar KNEI, pyetjen e parë që e kam, Allah hile besnik çka po bëhet. E unë po ju them çka po bëhet. Është një puç i cili po i instalohet Kosovës përmes një papërgjegjësie të plot politike të një shumice parlamentare e cila synimin e vetëm e ka që ta zapton edhe njëherë institucionin e presidentit Kosovës dhe në 3 institucione të mos ketë llogaridhënie, po llogaridhënie tjetë në një vend, tek një parti. Kjo situatë duhet të tejkalohet, mirë po, si shifet, nuk ka vullnet dhe si shifet, do të vim në një situatë ku tendencat janë qarta, shumë qarta, ku një mosmarrëveshje, një ngërç politik dëshiron të kthehet në një interpretim kushtetues vetëm që të zvarritet procesi. Kjo duhet ndalet. Ky vend ka dhënë shumë për me arë në këtë lirie, në këtë shtetësi. Kem pas shumë vujtje dhe me arë në këtë ditë, e në këtë deregje, për secilin prej nesh është e paspjegueshme. Aleanca për Armiqnë e Kosovës, siç e dini, nuk ka qenë e përfshime në këto konsultime, mirë po gjithmonë kem qenë të hapur të diskutojmë se si o mënyra me dalë. Ne me numrin e votave që kemi nuk kemi mujt me dhënë një zgjedhje. As përmes një kandidature të përbashkët që s'ka ndodhur, mirë po as në një situatë caktuar. Mirë po jem këtu me i qëndru besnik
besimi qytetar, me i qëndru besnik vendit dhe me thonë vërtetën dhe vetën vërtetën. Tendenca është e thjesht, është që një ngërç, një mosmarrëveshje politike, një tendencë me marrë dhe pushtetin e presidentit Kosovës, me kthy në interpretim kushtetues dhe me vazhdu zhagitja, diskutimet se kush ka të drejtë. Ju faleminderit. A do të merrni pjesë në seancë ose në votim apo kjo do të varet prej kandidatit? Në cilin votim? Për president. Për cilin president? Po për cilin president? Për cilin kandidat? Po qysh mujmë na, e kuptoni ku jem? Këtë po mundona mjas. Po, shiqo, ajo që ne bojmë si parti politike, ne mundohem të spjegojmë qytetarëve të Kosovës të vërtetën. E vërteta është që nuk ka kandidat e as kandidate për president, nuk është Vjosa Osmani kandidate, nuk është asnjë kandidat, ka vetëm spekulime dhe situata hipotetike. Qysh ka mundësi me orë Kosova në këtë deregje, hala me full kush o kandidatja për president. Qysh ka mundësi mos me ditë qytetari i Kosovës që ka votu në 28 vjetor mos me ditë ende të e ditë që kena marrë në këtë ditë. Kjo situatë hipotetike vjen me një qëllim, me vazhgit, tu e pa mundësin që opozita do të mund dërzohet dhe do të shkon në zyre një person me librez, se u tha që do të ketë me librez, por një person me identitet politik. Kjo nuk ndodh. Zgjidhja është dashtje, tash nuk e dija mund ndodh kjo. Po zgjidhja ka qenë shumë e thjeshtë flamur. Ndërtimi i një procesi politik, ku krijohet një truezë partive parlamentare, ku vendosen kriteret se kush dhe cili profil duhet të jetë kandidati konsensual, për shkak se s'ka numra një parti me i bo. Ata kritere pastaj e kishin detyru partit politike me i vendos kandidat mbi atë kriter, po e thom kushtimisht. Në rastin e parë, kriter kishë janë mos me qenë dikush kryetari një partije politike, kandidat për president. Me njerish largua i person. Ose një person, njerë po thom 35 vjet apo 20 vjet, ish largu si kriter. Ose dikush që ka majt poste publike. Pra kjo është procesi politik ndërtohet në mënyrë transparente, ku diskutohet në mënyrë të qartë, ku vendosen parametrat e saktë, e jo duke mshef qyshev e skajeve, e në takime një me një, e pastaj me dalë me thonë, u takum s'ka emën. Apet, u takum nuk ka emën. Qka folëm për emën nuk ka emën. Qysh mundet me arë Kosova në këtë ditë. Këtë ja u thot Aleanca për Arminë e Kosovës, ne jemi këtu në kuvend, presim a do të ketë kandidat, presim kush do të jetë kandidat, presim çka do të ndodh, me marrim vendim. As muj me marr vendim hipotetik. Për shkak se vendimi hipotetik është tradhti ndaj besimit qytetar. Vendimi hipotetik është tradhti e drejt për drejt ndaj votës. Këto nuk e bën Aleanca. Aleanca është këtu, m'ja u thonë këtë vërtet. Nuk ka të vërtet tjetër. Çfarë do të vërtetë tjetër, mundet me qenë vetëm kamuflim. Nuk ka vullnet me vendos një kandidat konsensual, kandidat i cili do të mund të përfaqësonte popullin e Kosovës, kandidat i cili do të zhbllokante. Tendenca është ngërçin mosmarrëveshjet politike me i kthyer në interpretim kushtetues. Ju faleminderit.